Çfarë atmosfere është, mund të themi ne, në Moskën politike, po dhe në Moskën urbane? Pra, do të thënë, ndjet ka fryn erat e paqes, i arritur kreditet për Vladimir Vladimirovicin, ka një besim gjithmonë më të madh në raport me Trumpin, pra e shohin Trumpin si një aleat i qëndrueshëm afatgjatë apo janë akoma duke studiuar situatën? Po, në Rusi situata është domethënë optimiste, sigurisht, domethënë edhe në qarqet zyrtare, po dhe ato mediatike, ka shumë komente, ka shumë ngjarjet vazhdojnë të vijojnë njëra mbas tjetrës, shumica pozitive, dhe bile sot vërtet, siç e thanë dhe bashkëpunëtorët më përpara me të drejtë, në Kursk po ndryshon në mënyrë rrënjësore situata. Dhe kjo nuk ka shumë të bëjë në fakt me mungesën e informacioneve të palës ukrainese, për më tepër sepse bëhet fjalë për një operacion sekret të forcave ruse, nuk e di a u njoftua nga anët tuaja, por domethënë ka qenë një brigadë speciale ruse që është futur në gazsjellsin, në tubacionin e gazsjellsit që shkon nga Rusia, nga Urengoj në drejtim të Europës, ku kalonte gazi më përpara, deri në 1 janar aty ka pasur gaz, prandaj dhe trupat sekrete që ishin futur atje kishin përdorur dhe maskat e gazit dhe kanë ecur 15 kilometra dhe kanë dalë në afërsitë të Suxhës, që është qyteti kryesor në zonën e Kurskut që mbahet akoma nga ukrainasit, dhe atje kanë goditur, domethënë, atë rrugën kryesore të furnizimit të trupave ukrainase. Pra kanë goditur në befasi. Edhe mbrapa shpinëve, po. Të depozitën e madhe të gazit? Domethënë, siç e shpjeguan rusët, domethënë kjo ishte në mënyrë sekrete. Pala ukrainase deklaroi që ata e dinin këtë operacion, që ata e bombarduan me artilleri, domethënë sapo ato dolën nga tubacioni, por fakti është që është blokuar rruga e furnizimit të trupave ukrainase në Kursk,